نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Allahun e falenderojmë dhe prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë për Allahun të madhëruar të na mbron për veprave tona të këqija. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kush e humb, ndërsa atë që humb Allahu nuk ka kush e udhëzon. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk meriton askush adhurimin pos Allahut Azza wa Jall dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Pastaj elusim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na bën të sinqert në fjalët tona, në veprat tona, në thirrjen tonë. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na bën të sjellshëm, të devotshëm, të na shton turinë të dobishme, të na mbron prej turisë që s'ka dobi. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na vëllazëron, të na bën vëllezër të duam njëri tjetrin për hir të Allahut. Dhe ashtu lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na bashkon në Xhenetul Firdaus me pejgamberët, me siddiqunët të sinqertë, shahidat, me dietarët, me njerëz të mirë, me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç na ka bashku dhe na ka tubu në këtë tubim. Amin. Në vëzër, vazhdojmë sot me lejen e Allahut dhe tema jonë e sotit rrotullohet vlera e sahabeve dhe çfarë obligimi kemi ne ndaj sahabeve, shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pa humbur kohë, sepse tema është shumë, domethënë, e gjerë dhe ka degazime. Për ta përmbledhur për një ders, inshallah fillojmë më një herë me definicionin e sahabeve, kush janë sahabët. Kush janë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në aspektin gjuhësor, as-sahabe domethënë ai i cili të shoqëron, ai i cili jeton me ty, ndërsa në shariat sikur që thot Ibn Hajar al-Asqalani, men laqiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan wa mata ala al-islam. Sahaba është ai i cili e ka takuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke qenë besimtar. E ka takuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i ka besuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ka vdekur në islam. Këto janë sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kush janë ata të cilët përjashtohen nga ky definicion, a ke përjashtim, thot ai i cili e ka pranuar islamin në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mirë po se ka takuar pejgamberin. Kjo nuk është sahabe. Sigurisht që është Uwais al-Qarni, sigurisht që është Ebu Muslim al-Khulani, edhe Najashiu i cili ka qenë i Etiopis, Abisinis, i cili ka ra shahid, domethënë, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fal xhenazën. Ai është domethënë xhenet li, mirë po sahabe domethënë nuk kanë qenë pse se kanë takuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu përjashtohet prej sahabeve edhe ata që e kanë takuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kanë jetuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i kanë besuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam vetëm me gjuhë dhe si kanë besuar me zemër, dhe këta janë munafikat. Këto janë munafikat që kanë jetuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, por këto nuk janë sahabët, nuk janë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jo se që kanë timu, por ja kanë vështirësuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu përjashtohet nga këtë, domethënë, definicion, janë ata të cilët
janë taku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe më thonë si ka besu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përdesa ka qenë në kohën e tij. Me mas vdekjes së tij i ka besu. Edhe kjo dhe më thonë nuk është sahabe. Gjithashtu, edhe ata të cilët pra kanë jetuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i kanë besu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kanë vdekur ata si murteda. Po i ka besu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe mas vdekjes ka vdekur si murteda, dhe këto nuk janë sahabe dhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sahabët janë shokët e të dërguarit të Allahu që Allahu i ka zgjedhur. Për të gjithë njerëzve, Allahu i ka zgjedhur pas pejgamberit, pejgamberëve, edhe rusulve dhe enbijave, janë shokët e pejgamberit alesem, njerëzit më të zgjedhur në rrezullin toksor. Janë edhe më të vlefshëm se shokët e Isës alayhis salam, edhe se të Musës alayhis salam, sepse ata kanë lip argumente sahabët radhiyallahu anhu i kanë besu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Abdullah ibn Mas'udi, me të vërtet Allahu i ka shiku zemrat e krijesave të tij pasi që i ka kriju, edhe ka pa se zemra e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është zemra më e pastër, zemra më e sinqertë. Kjo zemër është ajo e cila mund ta barte emanetin e Allahut azza wa jall, dhe Allahu ja ka dhënë shpalljen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka dhënë emanetin më të madh. Thot pastaj i ka shikuar zemra të tjera, edhe i ka pa, thot Ibn Mesud, i ka pa se zemrat e sahabëve janë zemrat pas pejgamberit janë më të sinqerta. Dhe Allahu azza wa jall i ka bëu thot ndihmëtar të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thirrësa, do të thonë rrugt të Allahut, e ka bëu mujahida që kanë luftuar në rrugt të Allahut. Kur i kanë pyetur vëllezër jehudit, cilët janë njerëzit më të mirë, populli më i mirë pas pejgamberëve, kanë thonë populli i Musës. I kanë pyetur këto nasranit krishterët, kanë thonë cili është populli më i mirë, kanë thonë populli i Isa alayhis salam. I kanë pyetur shiat, cili është më thonë populli apo njerëzit më të këqij, kanë thonë janë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shiat, rafidit, ithna asheri, i mallkojnë natë e ditë, i mallkojnë dhe kanë ibadet, dhe kanë adhurim, afrohen tek Allahu azza wa jall duke stakfuar te Allahu. Ato largohen, po ato mendojnë se afrohen duke i duke i mallkuar shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ebu Bekri, Omeri, Aisha radhiyallahu anha. Dhe nëse thot dikur se kjo është shpife, mund të gjejmë shumë në për të më thonë videot e tyre, edhe hoxhallarët e tyre i mallkojnë, po edhe kur kanë ato kur mbledhen, i thënë latmia, i mshojnë ftyrës, edhe rrefin veten, duke i mallkuar Ebu Bekrin edhe Omerin radhiyallahu anhu. Subhanallah. Edhe Aisha radhiyallahu anha. Edhe të gjithë sahaba. Ato vetëm 5 kanë qenë besnik. Dinë 3, 4, 5. Vetëm 5 sahabe janë besnik. Prej tyre është Ali radhiyallahu anhu, Salman al-Farisi, më thonë është Ebu Dhar al-Ghifari, Miqdadi edhe Ammar ibn Yasiri. Vetëm 5 sahabe kanë qenë besnik me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, 23 vjet u ka mundu të thirr davet, edhe mas vetë veç 5. Këtë munafika, këtë për vetë kish pas munafika sipas Shia. E thënë të shohë vetëm se ajetet edhe hadithet që flasin afton për vlerën e shokëve të pejgamberit, për vlerën e sahabëve radhiyallahu anhum ajma'in, Allahu na rinjalt me ata. Thot Allahu në Kur'an: Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Ju jeni ummeti më i dobishëm që keni darë tek njerëzit. Ky ajet dhe më së pari i drejtohet sahabeve, pastaj tabiinëve, edhe tabiinëve, edhe të gjithë, deri në gjykimit kush ka me e praktiku këtë rregull. Me çka jemi të më të dobishëm? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. E urdhnoni të mirën dhe e ndaloni të keqen. Wa tu'minuna billah, dhe i besoni Allahut. Pra me këtë ajet Allahu i lavdron sahabët. Edhe secili për atyre që, domethënë, e urdhnon të mirën, e ndalon të keqen, domethënë Allahu e lavdron. Po fillimisht i lavdron Allahu azza wa jalla sahabët, sepse sahabët ishin ata të cilët e transmetuan dinin. Ata ne kanë transmetuar, domethënë fen
sahabëve tabiinëve, edhe tabiinë kështu në dërtën e ka ardhur feja. Ata kanë bërë emanetin. Prandaj edhe në Bakije thuhet se janë vetëm 10.000 sahabe. A 120.000, 110, 120.000 kanë qenë në haxhin e mtumit të sahabëve. Të gjithë davet, xhihad, shahida rrugt Allahut, nuk ka shpërndon këtë botë me botë dave ila Allah. Këtë është vetë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. آية تشيتر. نفت كم يبو يوبا أمة مسطار. لتكون شهداء على الناس. تتيني تشميتار بالنيرزت. ويكون الرسول عليكم شهيدا. البيغامبر صلى الله عليه وسلم تبوت باستاي تشميتار بر يو. بسم الله. صوت أبو سعيد الخدري transmeton hadithin, që hadithi është në Bukhari. Në ditën e gjykimit. Allahu ka me thirë Nuhin a.s. Edhe do t'i thot, o Nuh, a e transmitove fejnë. A ju thove njerëzve se unë jam i vetmi që me të adhërohet. Allahu e din, mësë miri. Thot, po o Zot. Pasa e thirë Allahu popullin e Nuhit. Edhe i thot popullit të Nuhit, o popullin Nuhit. Nuhi a.s. A ju thiri në Islam. A ju tha se Allahu është një i vetëm që më të adhuro? Jo, s'na ka thonë. Ditën e gjykimit mundon të rejnë, se shohin dënimin e Allahut. Subhanallah. Allahu në Kur'an, inni da'utu qaumi lejla wa nahara. Nuhi a.s. më ka lodhë, 950 vjetë të davet. O Zotët, unë e thira popullin të natë e ditë, lejlen wa nahara, sirrën wa gjihara, fshahit haptazat. Falem jezithum dua illa firara. Vetëm një grupi vogël ata që ka pranuar Islamin. Që ka përgjigj thirrjes time. Thot Allahu, o Nuh, a ke thot dëshmitarë këto po të përgjigjëstrojnë? Thot po. Kanë këtë dëshmitar, e kam ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pikadi Nuh alayhis salam, çdo pejgamber Allah i ka thonë se ka marrë një ummet, ka marrë një pejgamber që është më i zgjedhur për këtë, ka më pas shumë pasues. Nuhi a.s. kërkon për neve që të dëshmojnë për Nuhin. Mos paret ti umet kush janë sahabët, tabiin, edhe tjerë me radhë kush i ka besuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pastaj vjen umeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe i thot Allahu, o umeti Muhamedit, ai ka thirr Nuhi a.s. popullin e vet në Islam. Ka më thonë, kemë dëshmuar gjithë ne, po kemë thonë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe ajetin ve kedhalika ja'alnakum ummatan wasata. Ju kemi bë ummet mesatar. Li takunu shuhada 'ala an-nas. Kemi qenë dëshmitar për njerëzit e gjykimit. Wa yakunu ar-rasulu 'alaykum shahida. Pejgamberi sa ka thonë ju dëshmoni për ata e unë pastaj kam qenë dëshmitar i juve. Dhe kjo është një prej vlerave të sahabeve radhiyallahu anhum ajma'in. Gjithashtu vëzër prej ajeteve që flasim mbi vlerën e sahabëve, thot ja ejuhen nabi, hasbuka Allah, wa man ittaba'aka min al-mu'minin, o pejgamber, ti Allahu të mjafton, edhe ata të cilët të pasojnë prej besimtarëve. Kush e ka pasuar rrugën e pejgamberit? Kush e ka përkrahur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Janë sahabët, al-ansar wal muhajirin, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Derisa vëllezër edhe në Teurat, edhe në Injil janë përshkruar shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i ka lavdruar edhe në Teurat, edhe në Injil. E ka pru Allahu, e tregon në ajet sot, ku thot Allahu, në suratul Fath, ajetin 29, Muhammadur Rasulullah. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është dërguari i Allahut. Walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar. Ata që janë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam janë të ashpër dhe qafirave. Ruhama'u bainahum, mëshirshëm me zvete. Tarahum ruk'an sujada, i shef ata të përkullur në sejdë dhe në ruku. Yebteguna fadlan min Allahi wa ridwana. Ata shpresojnë mëshirën e Allahut, mirësitë e Allahut dhe shpresojnë dhe kërkojnë që Allahu të kënaqë me ta. Simahum fi wujuhi min athar as-sujud, shenjat i shef tek ata, më thonë në fytyrën e tyre ata. Dhalika mathalun fi at-Taurat. Kështu Allahu i ka përshkruar në Teurat. Çka përshkrim? Allahu Azza wa Jall ja ka bërë sahabën në Teurat wa mathalun fi al-Injil. Kurse përshkrimi i tyre në Injil si është kështu Allahu i përshkruan. Ka zar'in
akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqih. Thot sigur se një far që e mbjell edhe mbin, e forcohet, edhe trashet, edhe pastaj rritet në trungën e vet, e pastaj shtohet, thot yu'jibu zura, thot magnitet ai mbjellësi. Bujku magnitet për shembull me atë sa shumë bereqet. Qëllimi është sahabët kur e kanë pranuar Islamin, u shtua apo edhe është mahnit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, janë mahnit sahabët me shumën e tyre. Li yaghidha bihim al-kuffar, që të mlefosën qafirat me shumë, se ato sa më shumë ushtoshin, qafirat u mlefosën me shtrimin e sahabëve. Ky është përshkrimi i tyre në Injil dhe Zot. Wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu s-salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allahu ka përgatit apo ka premtu për ata që kanë besu, kanë bërë vepra të mira, kanë besuar në Allahun, falje mëkatësh dhe shpërblime të mëdha. Kjo është. To janë sahabët. Pra dietar thonë, më thonë ata që i shohin sahabët e mohojnë fjalën e Allahut. Disa dietarë i shpallin shiat, më thonë qafilët. Qafilët se e mohojnë fjalën e Allahut, ata lexojnë ata Kur'an, ata nuk e lexojnë Kur'anin. Ajeti tjetër, was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar, edhe ata të cilët ishin të parët që e pranuan Islamin prej muhaxhirëve edhe ansarëve, walladhina tabauhum bi ihsan, edhe ata të cilët i ndjekën ata me mirësi. Kush janë? Walladhina tabauhum bi ihsan, janë tabiinët. Allahu dhe tabiinët i lavdëron. Ata që kanë ndjekë sahabët, i kanë shkuar rrugës muhaxhirëve edhe ansarëve, radiyallahu anhum wa radu anhu. Allahu është i kënaqur me ata dhe ata janë kënaqur me Allahun. Wa'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah i përgëzon me xhenet, ka përgëzit xhenete në të lumejt, khalidin fiha abada, ati kanë qenë për gjithmonë. Dhalika al-fawz al-azim, dhe kjo është fitoria më e madhe. Gjithashtu Allahu azza wa jalla thot: "Wa'lamu anna fikum rasul Allah", dijeni se në mesin tuaj është i dërguari i Allahut. Në mesin e kujt ish pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Në mesin e sahabëve. Lau yuti'ukum fi kathirin min al-amri, sikur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam t'ju ndjekë juve, t'ju pasonte juve, t'ju ngonte juve në çdo çështje, la'anitum, do të vuni ju. Walakin Allah habbaba ilaykum al-iman. Mirë po Allah është ai i cili ja bori të dashur juve imanin, sahabëve mas pare, pastaj të tjerëve. وكره إليكم الكفر وزينوا في قلوبكم إذ يزبقر الله نزيما تويا إيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان إذا الله يبرت أوريت اليوفا كفر فسق عصيان مقاتل إذا روغن دفيمين أولئك هم الراشدون كتا أنت وتزور. هذا كيوش أرجومنت بر صحابة الله عز وجل يقبض داشر إيمان إذا جدوا بسمتار الله يقبض داشر إيمان ده الجكيمين. Gjithashtu Allahu thot në Kur'an, "Walladhina ja'u min ba'dihim", do këtë do të thonë lavdata për sahabët, shokët e pejgamberit alayhis salam, ata që kanë ardhur pas tyre, yaqulun, çka thon? "Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman", bën këtë dua. Edhe ne do të bëjmë këtë dua, o Zoti jon, na fal neve, edhe vëllezërit ton, të cilët na parakaluan me iman, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Dhe mos bar që në zemrat tona të bartim urrëtie për besimtarë. Qëllimi është mos të bëjmë urrëtie ndaj sahabëve. Çka është halli atyre vëllezër që domethënë e shohin Abu Bekrin, Omerin, radhiyallahu anhu, apo Muawiyin, apo të tjerë sahabë që i mallkojnë. Allahu bëjmë dua për Zotin, mos bën që zemrat tona të bëjmë urrëtie, mos i urrejmë sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Rabbana innaka raufur rahim. Zoti jon, me të vërtetë ti je raufur rahim. Je i butë edhe je mëshirshëm. Gjithashtu Allahu thon, laqad radiyallahu anil mu'minin. Allahu ishte i kënaqur besimtarët. Idh yubayunaka tahta shajara, kur ta dhan betimin tije o pejgamber në drunin në luftën e Hudejbiyes. Kur u përhap lajmi se Uthmani radiyallahu anhu është vrarë, sahabët ja dhan betimin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në vdekje, kena me vdekje ka thonën, ma që ne ka vrarë Uthmani. Edhe Allahu kënaq me sahabët.
Fa'alim ma fi kulubikum, fa'alim ma fi kulubihim, Allahu e dinte se çka kishte në zemrat e tyre, fa anzala as-sakinata alehim, Allahu zbriti qetësinë në zemrat e tyre, wa athabahum fatan qariban, edhe Allahu I gëzoi me çlirimin e Mekës, fatan qariban. Kurse në hadithin e Xhabirit radiallahu anhu, al-Ansari thot ka ardhur një rob te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë ja Rasulullah, Hatibi Ibn Belta'a thot unë jam shërbëtori I atij, ai ka më një zjarr, thot se sillet keq me mua. Ai ka më një zjarr. Shërbëtori kështu thot pejgamberi sa kadhabta la yadkhuluha. Ti më thon se ke thonë vërtetën. Do thonë se garrejt ose se ke thonë vërtetën, fa innahu shahida Badran wal Hudaybiyah. Ja, ai ka prezantuar luftën e Bedrit edhe në luftën e Hudaybiyës. Pra thot Ibn al-Jauzi thot në këtë hadith ka përgëzim për ata të cilët kanë marrë pjesë luftën e Bedrit edhe në marrëveshjen e Hudaybiyës. Për luftën e Bedrit ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi asaf se Allahu kur I ka po banorët e Bedrit të luftu, ka thonë bane çka dush se unë ja ku fal ju vakt. E dietarët e marrin këtë vëzër. Allahu u knasht, Allahu u knasht me kur I po të luftue, të vrojë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si lufton deri në vdekje, u knasht me ato edhe u tha if'alu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Bëni çfarë doni se ja ku fal. Dietar thonë për këtë subhanallah, ndoshta në një vepër duke e bën të mirë, Allah I kënaqet me ti aftë. Të bëni dua, të bëni dhikr, të thirr dikan, emri I marruf, urdhën të mirë, ndalën të keqen, në umra duke bën, në Arafat duke lutur Allahun azza. Allahu kënaqet me ti, edhe thot bën çka dush ta kum fal. Do më thonë e ki sigur se fundin e kitë mirë atë në dhije prej banorëve të xhenetit. Prandaj lezër asnjë vepër të mirë s'duhet merren shumë besimtarë. Çdo vepër të mirë ta bëjë, se ndoshta me një situatë shef Allahu luton për hir të Allahut, edhe kënaqet me ti. Allahu thot ta kum fal atë. I fal. Sigurisht që ka thonë banorëve të Bedrit, luftëtarëve të Bedrit. Pastaj thot edhe të Hudaybiyës ato Allahu ja ka fal edhe pru ajetin laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara. Allahu është I kënaqur me besimtarët kur ata ja dhanë betimin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në atë pemën në marrëveshjen e Hudaybiyës. Kurse disa hadithe vëllezër që kanë të bëjnë me vlerën e sahabëve. Me fol për ajete ka shumë vëllezër, përmend disa prej haditheve, thot Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, khairun nasi qarni. Njerëzit më të mirë janë gjenerata ime apo popull, do të thonë ato shokët e mi. Thumma alladhina yalunhum. Pastaj ata që më pas tyre, pastaj ata që më pas tyre. Tre gjenerata. Sahabët, tabi'in, atba'i tabi'in. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thumma yaji'u aqwaman. Pastaj kanë marrë njerëzi. Tasbiqu shahadata ahadihim yaminuhu wa yaminuhu shahadatuhu. Thot kanë marrë, do të thonë njerëzit të cilët dëshmia e tyre do ta, do të thonë, parapri betimin e tyre. Dhe betimi I tyre do ta parapri dëshminë e tyre, hadithi është Buhari Muslim. Çfarë më thon kjo vëllazër? Ka më marrë njerëzit të cilët kanë më përbetu, kanë më beje shumë, pashallah, zvan me bosh. Ose këto kanë marrë njerëz që kanë më bë beje të rreshëm. Sahabët nuk ishin kështu, sikur që thotë Ibn Kathir, sahabët nuk kanë bë beje, veç kur ka pas nevojë me bë beje, ato kanë bë beje. Kjo është ndaluar, me bë shumë beje për Allahun azza wa jall. Këto kanë marrë njerëz që kanë përbetu shumë, edhe kanë bë beje të rreshëm. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith për Wathil ibn Asqa ju ka thonë sahabëve, do të vazhdoni të jeni në hajër përderisa mesin tuaj janë ata të cilët kanë pa mua, sahabët. Thot vallahi pastaj do të vazhdoni të jeni në hajër përderisa mesin tuaj janë ata të cilët I kanë pa sahabët. Thot pastaj vallahi do të vazhdoni të jeni në hajër përderisa mesin tuaj janë ata të cilët I kanë pa në tabiin. Hadithi është sahih Tabarani. Pra pejgamberi asam I ka lavdruar tre gjenerata. E pastaj kanë I ka lavdruar ata të cilët I pasojnë këto tre gjenerata. Se I dërguari I Allahut në hadith ka thonë Jahudit janë ndonë 71 grup, krishterët kanë mundohë 72, musliman kanë mundohë 73, kulluha fin nar.
Kësë janë, illa wahida, vetëm njën në gjennet. Kush janë ata? Ma ana alayhi wa ashabi. Në gjennet kanë me konë ata të cilët janë në rrugën time edhe në rrugën e sahabeve. Me disa hadithe thot, kur të gjithë njerëzit kanë me deviju, ata kanë me përmirësu vetën edhe kanë me përmirësu të tjerët. Pra ata që të në rrugën e sahabeve janë grup i shpëtuar. Me kuptu Kur'anin dhe Sunetin ashtu siç e kanë kuptuar sahabët, shokët e pejgamberit radiallahu anhum ajma'in. Të ndërruar vëllezër, dashuria ndaj sahabëve është akide edhe është din, është fe. Ai cili i don sahabët, ai cili thot radiallahu anhum për ata, më thonë i don ata, kjo është fe, kjo është për fesë, kjo është për dinit, sikur që ka thonën dietarët në librat e akides thot inna min aqidat ahli sunnati wal jamaa wujub mahabbat ashabi. Me të vërtetë prej akides së ehli sunnetit edhe xhamatit është vajib me i dash shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam wa takrimuhum. është vajib me ndëru shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam wal ihtijaj bi ijma'ihim. Kur ata kanë konsensus për një mesele, ne kemi të drejtë me argumentu me konsensusin e tyre. Wal iqtida bihim, edhe kemi vajib mi pasu ata, mi ndjek ata. Wa hurmat bughd ahadihim, edhe është haram me ju urrejt ata. Sahabët radiallahu anhu, wa dua lahum, edhe me bëu dua për ata. Sikur që e përmendëm hadithin, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. O Allah, na fal neve dhe ata që na kanë parakaluar me iman. Çfarë më kujton një dua e Buhariut? Çfarë dua ka bëu e Buhariut ka vëllazër? Çfarë dua? Ata që e kanë dert ahiretin, ata që bëjnë tregti me Allahun, dinë se ai siç me lut Allahun. Tregtarët e ke posi çdo moment shfryzojnë çish me bëu tregtia, çish me bëu pasuria. Sahabët kanë ditë çish me bëu tregti me Allahun, çish me bëu dua. E Buhariu thot اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمه ولمن دعا لأبي هريرة ولأمه. والله فال أبو هريرة فال نون أبو هريرة edhe secili kush bon për Abu Hurairën edhe për nonën e Abu Hurairës fale ka thonë. Subhanallah, ka ditë Abu Hurairë çish me nevet na nxitën me bëu dua. Edhe ne sa bëjmë dua Allah fale Abu Hurairën edhe nonën e vet. E neve na ka punon duaja e Abu Hurairës. Nëse ne bëjmë që e mas dhekës të bëjmë doa për Abu Hurairën. Edhe në të me bërë këtë doa, të bëjmë këtë doa, Allah subhanahu, me bërë këtë udhëzimin e Abu Hurairës, hadithi është hasen. Me bërë doa, o Allah, fale mu, fale në në teme. Edhe të gjithë, më thonën që të gjithë ja ku falë, edhe ata se të bëjnë doa për mu, apëtën e për në teme, fale apëtën. Mas dhekës të në apëtën, kush ka e bërë ma shumë doa? Ka e bërë doa apëtën. E vlasë tu, pasarës të tu. Ti edhe mas vdekës bën dua për ata, se ke bërë këtë dua, Allah e ka regjistruar apëtën. Kush ka e bërë dua për ti, dhe më thonë për familjes tonë dhe për vllaznive, edhe tek ata shkon dua. Kështu kanë bërë ata, subhanallah, sahabët radiallahu anhum kanë bërë dua. Prandaj e kemi vajib, e kemi obligim me bërë dua për sahabët radiallahu anhum. Dashuria ndaj tyre është vëllezër din, iman. Edhe është afrim tek Allahu Azza wa Jall. Transmeton Enesi radiallahu anhu ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ayatul iman hubbul ansar. Argumenti se njeriu është besimtar me i dashur ansart. Wa ayatul munafiq bughdul ansar. Ajeti apo argumenti se njeriu është munafik është i urren ansart. Hadithi është në Buhari. Kurse Imam al-Tahawi thot, Imam al-Tahawi është Hanefi medhheb, ama është akide është selefi. Jo sikur këto që thonë aftan Hanefia medhheb, ama akide Ash'ari, akide Maturidia. Nuk mirët akide për një personi. Akide mirët për selefit, për 3 gjeneratave, sikur që kemi shpjeguar ato. Imam al-Tahawi tamam ka qenë domethënë në rrugën e selefit, sepse ka qenë medhheb Hanefi, shkruan në librin e tij. Imam al-Tahawi thotë: "Wa nuhibbu ashab Rasulillah." I duam shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wala nufritu fi hubbihim ahad minhum. Dhe ndaj asnjërit nuk e teprojmë ato në dashuri. Wala natabarra min ahadihim minhum. Ndaj asnjërit nuk distancojmë. Këtë i duam sahabët, pa përjashtim. Këtë sahabët i duam, këtë janë të mirë.
Ka pas për sahabëve të cilët ka pi alkohol. E du me dhe atë. Se ka thënë mësa aja do Allah në pejgamberit, ka përfundu mirë, ka pendu mësa. Ka pas për sahabëve që ka pas zina, u ka pendu. E du me dhe atë, ma izin. Është gjenet lirë. Ka pas për sahabëve që ka shpinu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe atë dum, ka qenë banor i Bedrit. Pa përjashtim, të gjithë sahabët i dum. Wala nadhkurum illa bi khair. Dhe nuk flasim për ata përveç se khair, përveç se mirë. Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan. Dashuria ndaj tyre është din, është iman, edhe është bamirësi, ihsan. Wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Kush i uren ata, ka bo kufër, ka bo nifaq, edhe është tughyan, e ka tepruar në mëkat. Prandaj hadithi më i dashur për ne vëllezër është el mar'u ma'a man ahab. Njeriu ka me qenë vëllezër me atë që ka dashur. Njeriu ka me qenë të gjykimit me atë që e ka dashur. E ne kemi dashur sahabët radiallahu anhu dhe shpresojmë që të jemi për atyre, me ata të rinjollemi. Sigur që ka thonë Ibn Mesudi radiallahu anhu, thot hadithi më i dashur për neve ka qenë el mar'u ma'a man ahab. Njeriu ka me qenë me ata që e ka dashur, thot ne duam Abu Bekrin, Omerin, Osmanin. Edhe pse do si kemi bo vepra të tilla, thot, vetëm se i duam ata, shpresojmë që të ringjallemi me ata. Kurse Imam Adh-Dhahabiu thot, kush shpif mbi sahabët apo i shan ata, thot ai ka dalë për dinit. Dhe ai thot nuk është për miletet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kurse në hadith thot men sabba ashabi fa alayhi la'natullah wal malaika wan nas ajma'in. Kush i shan shokët e mi, mbi të qoftë mallkimi i Allahut, mallkimi i melekëve, edhe mallkimi i njerëzve në përgjithësi. Hadithi është sahih. Në hadithin tjetër thotë: la tasubbu ashabi. Djerë, pejgamberi përsit: la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Mos i shani shokët e mi, mos i ofendoni, mos i fyeni shokët e mi. Fa walladhi nafsi bi yadihi law anna ahadan anfaqa mithla Uhudin dhahaba. Pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im. Sigur dikush prej juve, aq sa është kodra e Uhudit, shpërndaje pasuri arja ato. Mali i Uhudit sa është, ki pasuri edhe shpërndan. Jep pasuri. Thot ma adreke mudde ahadin wala nasife, nuk ka me arrit thot as sa kanë dhënë ato sa një grusht apo sa gjysa e grushtit. Pra nëse ki pasuri sa kodra e Uhudit edhe pasuri, domethënë ato sa kanë dhënë sa gjysa e grushtit pasuri, domethënë në sinimrinë e sahabët, e si t'ja bëjmë me hadithin që është pejgamberi alajhi ka thonë, ka marrë një kohë afton të shokët e mi apo vllazët e mi, ka thonë asemin e vllazëve tu, ka thonë ju jeni shokët e mi, po vllazët e mi janë ata që s'm kanë pa dhe kanë më ka për din, kanë më ka për fe e fortë. Thot shpërblimi i tyre është sa 50. Thonë ja Resulullah, sa 50 për neve, sa 50 për tyre, thot jo sa 50 për juve, sa 50 sahabe. Me në transmetim sa 50 shahida për juve. Si ti bëjmë bashkë? Pra, me vepra nuk mund t'i arrim asnjëherë sahabët. Me shpërblim i arrim edhe sa 50 sahabë dhe mas shumë se sahabët. Pse? Se ata kanë po pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ata i kanë po mucizët, i kanë po mrekullit. Ne si kemi po pejgamberin, si kemi po mrekullit. Ne kemi po librin e Allahut, kemi besuar dhe praktikojmë dhe ne kapëm për dinën e Allahut. Me shpërblime i arrim ata edhe u shkojmë sahabë. Sigur që ka ardhur hadithi, sigur se që është pra hadithi kush shkon në xhami vëllezër ka thënë sa. Sigur që me kanë muhrim me ihram që. El hajj el muhrim. Sa herë që shkon në xhami ka thënë pejgamberi hadith është silsile. Sa herë që shkon në xhami shpërblimin e kit sigur se me qenë hajj në hajj me ihram. Shpërblimin e kit si të hajj. Ose ai cili e fal sabahin, e bën dhikrin, edhe i fal të rekate mbas i dalë diell dhe sa në shtis, e ka shpërblim sikur se një hajj të plot. Shpërblimin e hajjit. E kjo është domethënë kuptimi i bobash këto dy hadithe, pra hadithi është në Buhari dhe në Muslim, por edhe ky hadith tregon se mos më shash shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e sillet që halli atyre që natë ditë atë i mallkojnë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Edhe në fund një hadith për të regoj, edhe më rrim inshallah, prej Irbad ibn Sariya, në këtë hadith i lavdron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabët. Këtë sahabët i lavdron këtë hadith. Prej Irbad ibn Sariya radiallahu anhu thot: "Wa'adhana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maw'idha." Na ka këshilluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një këshill. Wajilat biha al-qulub. Zemrat tona thot nuk kanë rënë qef. Në haqin e më të mirës. Wa dharafat minha al-uyun. Sytë tonë thot në kanë lotu. Qala fa qulna ya Rasul Allah. Tham o dërguar i Allahut, ka anna hadhihi maw'idatan muwaddi. O dërguar i Allahut, sigur se kjo është këshilla lam të mirëse. Sigur se je duke na përshëndet o dërguar i Allahut. Fa madha ta'hid ilejna. Çka na këshillon neve ja Rasul Allah? Ati ishin 120.000 sahabe. Faqal, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, usikum bis-sam'i wat-ta'a. Ju këshilloj që ta dëgjoni dhe të respektoni prisin tuaj. Në një transmetim edhe nëse është rob Etiopias, ti binduni prisit tuaj. فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. Sepse ai I cili prej juve ka me jetu mas vdekjes time thot, ka me po shumë kundërthënie të shumta, kundërshtime, polemika, debate. Ikhtilaf. Kemi po gjëra që domethënë s'kan me u pëlqy ato gjërat, të kundërta me dinin. Fa aleikum bi sunnati. Kjo është këshilla. Kapuni për sunetin tim. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. كابوني برسوليت الخليفة دريت المهديين من بعدي باس دريك استيمة تمسكوا بها كابوني فور برسوليت تيم وعضوا عليها بالنواجذ ذا كابوني من الذنبالات فورت وإياكم ومحدثات الأمور ذا رويوني برجيرا وتشبيكورا شكون الله ساشوني كالون بيعمل سام نهاجن لم تميرس I këshillon sahabët që të ruhen prej gjërave të shpikura, prej bidateve, prej risive. Fa inna kulla bid'atin dalala. Sepse me të vërtet, çdo gjë që është e re e risi në fe është dalalet. Prandaj s'duhet me toleru të bidatet. Është bidati është gjë e urrëtur tek Allahu Azza wa Jalla. Më dietar thonë se bidati është më I keq se sa mëkati, sepse për mëkatin gjithmonë e ndin vetën keq edhe do mu pendu, kurse te bidati gjithmonë mendon se I duke afru tek Allahu ai duke bu bidat. Andaj ka thonë me kon president, më ka fort për Kur'anin, për sunetin, edhe me pas kujdes prej bidateve, sepse janë çështje domethënë që e largojnë njeriu prej rrugës së vërtet, nuk bën me thonë se ai se kjo s'ka dert, kjo s'ka det, kjo asë, kur ta shohsh ke devijuar. Ja se kanë kapur për fort për të mballur. Pastaj pejgamberi alayhis salam në fund thmiti ajeti Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sot thot va kam plotsu juve fen. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Dhuntin da ju shpëtova u raditu lakum al-islam dina. Dhe jam I kënaqur që feja juve të Islamit thot sahabë, edhe thot hala qad balagt. Ai kam transmetuar thot dinin thot sahabët po. Allahumma fashhad. Allahumma fashhad. Allahumma fashhad. O Allah dëshmo, o Allah dëshmo, o Allah dëshmo. Pastaj pejgamberi sa më tha, "Falyuballigh ash-shahid minkum al-ghaib." Këto ju që jeni prezent këtu, transmetoni atyre të cilët janë prezent. E dietor çka thon? Të gjithë sahabët janë udul, të drejtë. Sikur mos kishin qenë të gjithë, mi kishtë tonë Ebu Bekër, Omer, Osman, ju transmetoni, ju tjertë, mos e transmetoni. Këtë janë të drejtë. Këtë të që kanë konë sahabe, shokët e pejgamberit asam ka thonë transmetoni fenë. Këtë që e në gjuhë për meje, transmetoni ata që janë prezent, ka të kalzoni, më thonë, rrugën e vërtetë. E me këtë është argument se të gjithë sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë të drejtë. Andaj dhe zërë, ne duhet me I dash sahabët. Ata janë ata të cilët neve ne kanë pru Islamin. Ata kanë sakrifiku, e kanë lënë vetën keq, kanë falë namaz natë, kanë bërë dua,
e kanë dashur dinin, e kanë dashur Allahun, e kanë dashur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kanë shpenzuar çdo gjë që është e shtrenjtë, edhe e çmueshme. Këtë pasurinë ka dhënë Abu Bekri, gjysmën e pasurisë ka dhënë Omeri. Deri ka fituar Uthmani, ka fituar xhenetin me pasurinë duke e dhënë. Kanë sakrifikuar vështirësinë më të bëra që domethënë atë kohë e kanë pas shumë vështirë, kanë pas me bajt Islamin, e kanë bajt emanetin vetëm që ne jemi sot musliman, prandaj kemi hak, kemi obligim të bëjmë dua për ata dhe të themi gjithmonë radiyallahu anhum ajma'in. Elusi Allah azza wa jalla që Allahu të na bën të dashur sahabët, të pasojmë ata wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.